5 gabime që po ju ulin prodhimin e domateve në gusht. Si ta zgjasni korrjen deri në vjesht. Përshëndetje miq të Baçja Magjike dhe mirë se erdhët përsëri në kanalin tim. Sot do të flasim për një nga gabimet më të dashura në çdo baçe, domaten. Ndryshe, domatja emërtohet mbretëresha e kuqe në tavolinë. Jemi në muajin gusht dhe shumë prej jush po vini re diçka të zakonshme. Domatet nuk janë më si në fillim të sezonit. Frutat mund të jenë më të vegjël, disa lule mund të mos lidhin fare dhe prodhimi mund të fillojë të bjerë. Por kjo nuk do të thotë gjithmonë se bima ka mbaruar. Gushti është një periudhë ku domatja ka kaluar shumë stres. Ka dhënë shumë fruta, ka përballuar vapën dhe toka ka humbur një pjesë të ushqyesve. Sot do t'ju tregoj 5 gabime që shumë kopshtarë bëjnë në këtë periudhë dhe si mund t'i shmangim që domatet tona të vazhdojnë të na shpërblejnë edhe në javët e ardhshme. Gabimi i parë, e lëm bimën pa ushqim. Një nga gabimet më të zakonshme është të mendojmë se domatja nuk ka më nevojë për ushqim pasi ka dhënë prodhimin e parë. Por, duhet të kujtojmë se domatja është një bimë që konsumon shumë lëndë ushqyese për të formuar gjethe, lule dhe fruta. Ajo merr vazhdimisht ushqim nga toka. Pas disa muajsh prodhim, toka fillon të varfërohet. Kjo është arsyeja pse frutat e rinj mund të dalin më të vegjël. Në këtë periudhë mund të ndihmojmë tokën me kompost të pjekur, pra ple organik të përpunuar, ose humus krimbash që njihet edhe si vermi kompost, të cilin unë e trajtova se si veprohet me të në videon e specave. Vermi komposti është shumë i vlefshëm sepse përmirëson strukturën e tokës, ndihmon zhvillimin e rrënjëve dhe jep bimës ushqim në mënyrë të vazhdueshme pa përdorur kimikate, pra është ple organik. Gabimi i dytë, ujitja jo e rregullt. Në gusht, vapa është një nga armiqt më të mëdhenj të domates. Një gabim që bëhet shpesh është ujitja pak dhe shpesh, pa kontrolluar gjendjen e tokës. Domatja ka nevojë për lagështi të qëndrueshme. Ndryshimet e mëdha mes mungesës së ujit dhe ujitjes së tepërt e stresojnë bimën. Ujitni pranë rrënjës dhe jo mbi gjethe. Një shtresë me material organik sipër tokës, si kasht ose bari thatë, ndihmon që lagështia të ruhet më gjatë dhe rrënjët të mbrohen nga temperaturat e larta. Gabimi i tretë, nuk kontrollojmë merimangën e kuqe dhe dëmtuesit. Në ditët e nxehta të gushtit shfaqen shpesh probleme si merimanga e kuqe. Shumë njerëz e kuptojnë vonë kur gjethet kanë filluar të dobësohen. Prandaj këshilla ime është, kontrolloni bimët rregullisht, sidomos pjesën e poshtme të gjetheve. Shikoni për ndryshime në ngjyrë, dobësim të gjetheve ose shenja që tregojnë se bima nuk është më në gjendjen e saj më të mirë. Sa më herët të dallojmë një problem, aq më e lehtë është të mbrojmë bimën. Gabimi i katërt, lëm gjethet e vjetra dhe të dëmtuara. Gjethet e vjetra të zverdhura ose ato që prekin tokën nuk e ndihmojnë më shumë bimën. Heqja e tyre ndihmon ajrosjen, lejon që drita të depërtojë më mirë dhe ul mundësinë e problemeve nga lagështia. Por kujdes, nuk duhet ta zhveshim bimën. Hiqni vetëm ato gjethe që janë të dëmtuara ose nuk kanë më funksion. Një bimë e shëndetshme ka nevojë edhe për gjethet e saj, sepse ato prodhojnë ushqim për frutat. Gabimi i pestë, dorëzohemi shumë shpejt. Shumë kopshtarë në gusht mendojnë se domatet kanë mbaruar dhe i lënë pas dore.
Por nëse kërceli është i shëndetshëm, nëse bima vazhdon të lullëzoj dhe të formoj fruta të reja, ja vlen që të vazhdojmë të kujdesemi për të. Ndoshta prodhimi nuk është njësoj si në fillim të verës, por me ushqim, ujë dhe kontroll të rregullt mund të marrim edhe domate të shijshme. Miq, kopshti kërkon durim. Çdo periudhë ka kujdesin e saj dhe gushti është muaj kur bimët kanë më shumë nevojë për ne. Nëse edhe ju keni domate në baçen tuaj, më shkruani në komente. Si po ecin? A vazhdojnë të japin fruta apo kanë filluar të dobësohen? Nëse video ju ndihmoi, mos harroni të lini një pëlqim dhe të abonoheni në Baçja Magjike. Shtypni butonin zile për të mos humbur videon e radhës. Faleminderit që jeni me mua dhe shihemi në videon tjetër.